أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar dhe shumë të respektuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot flasim për disa tipare të shoqërisë islame në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe rëndësia e përmendjes së kësaj ose pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shteti islam e nis një epokë të re pas një përzierje dhe një tollovie momentale e cila ndodh në disa nivele dhe rrafshe në shoqërinë islame. Prej asoj situatës më ekstreme që disa braktisën fenë, shkaku se ndroi jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, deri te ajo sa që dhe besimtarët e mirë të devotshëm siç ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu u trondit me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjatë qeverisjes së Abu Bekrit radhiyallahu anhu përsëri mbetet shoqëria islame në këmbët e saj dhe përsëri do të përmendet me tiparet më të veçanta edhe më të dalluara që ummeti islam i spikat ato në disa pika generale që të kuptojmë se çfarë shoqërie Abu Bekri radhiyallahu anhu la pas vete. Dhe çfarë shoqërie ja arriti që ai të ndërton gjatë periudhës dhe asaj epoke që ai sundoi me shtetin islam. E para që thon, Abu Bekri radhiyallahu anhu e ndërtoi një shoqëri islame, një ummet islam që i lam të shëndosh mbi shtyllat dhe mbi parimet islame. Nuk lejoj që të lëkundet islami e që themelet e saja të i humbin vlerat islame bazike dhe obligative që i ka islami dhe muslimanit. La pas vete një shoqëri islame, një shoqëri të devotshme, një shoqëri larg nifakut, dyftërsisë, edhe pse të tillit mbeten edhe në shoqërinë në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe do të vazhdojnë të mbesin edhe në kohën e Omerit deri në ditën e sotme që ata nuk kanë të ndalme. Por si të rësi generalisht si një vlerësim, dietarët islam thonë se Abu Bekri radhiyallahu anhu e la një shoqëri të shëndosh dhe populli që ai sundonte mbeti si një popull i mirë dhe i devotshëm që historia e islamit do të përshkruan atë kohë në të cilën sundoi Abu Bekri radhiyallahu anhu si një kohë të mirë me besimtar dhe musliman të mirë. Shoqëria dhe xhamatit të cilën e udhëheqi dhe sundoi Abu Bekri radhiyallahu anhu, thonë dietarët i kishin tiparet e ummetit, se funksionuan si një ummet, si një trup, si një tërësi, pa përçarje dhe pa shkëputje. Zaten, ai bashkim i shpirtrave dhe të trupave dhe të forcave të islamit dhe të muslimanve ishte shkak dhe sebeb kryesor që përsëri në gadishtin arabik të kthehet përsëri dhe rikthehet sundimi sipas librit të Allahut Azza wa Jall. Se muslimant u sollën ndaj asaj dukurie, ndaj asaj përçarje si ummet. Nuk li lejoje askush vetvetes që në formë individuale të hap fronte të ndryshme, por se gjithë besimtarët erdhën dhe ju nënshruan urdhnit dhe sundimit e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe u pajtuan që të gjithë që ky burr i madh të jetë njeriu më i madh si prijes i cili do t'i udhëheqë dhe do t'i sundon besimtarët ka e mira dhe ka e mbara. Andaj, tipar dhe veçori e kësaj periudhe ishte fakti që muslimanët funksionuan si një ummet, subhanallahu deri në ditën e sotme. Pa më parasysh se muslimanët në nivel
lokal apo global. Çfarë do qoftë situatë dhe periudhe. Nëse ata i bashkojnë zemrat e tyre dhe funksionojnë si ummet, për një mazdarkje janë në gjendje me ndryshu gjendjen dhe situatën dhe atë të lashe që e kanë dhe me cilën ballafaqohen muslimat. Por, kur funksionojnë në forma individuale, sa do që është zëri i tyre i lartë, sa do që është insistimi i tyre në ndryshimin e gjendjes, po përderisa funksionojnë si cili në krye në vete, nuk ka bereqet. Dhe ato zëra, dhe ato thirrje për ka e mira dhe ka e mbara, nuk kanë efektin e vetë. Llogaritën e kështu, sikur se një njeri është duke e bo një punë të keqe. Dhe i thot një, i thot dy, asgjë. Vetëm llogaritën e gjithë na më mbledh bashk, gjithë që jemi këtu, edhe me shku me i thonën, shife, këtë që të e boti nuk është mirë. Dhe gjithë na nuk jemi të pajtimit me këtë që duke e bo. A e merë guximin e me vazhdu në atë keqe? Jo. Edhe nëse nuk pendot mes ti dhe Allahut, shkoku i presionit publik nuk mund të e bën atë. Andaj kur muslimant bashkohen në një aktivitet caktuar, në largimin e një të keqës apo në realizimin e një të mirës, shumë bereqet i madh vije. Andaj edhe në shoqërinë tonë, konkretisht si bela dhe si telashe bashkore që i kemi, ku të rritë marrin guximin për pak e për shumë me marë shpirt të huj e me vra e mu vra me zvete, e të rritë për pak e për shumë marrin guximin me shit drogë edhe publikisht, shkoku i mos reagimeve tone kolektive dhe publike, ndodhin këto gjëra. Po sikurse qytetit të mblidhit të shkon para derës dikujt që ka bo vrasje, a e merë guximin kushia ati me bo vrasje, si shkon mendja kur. Po dhe mi shku dikujt e dera që shet drogë, gjithë mohalla mu mbledh bashkë, edhe me shku mi thonë shife, ose banu burimir, ose hupit e mohalla jo. Na nuk talojmë ti me na shit drogë, në mahallat tona ku kemi thmi, ose jetosit ko i e këtë në këtë mall, ose bëj bishtin, hec pi këto. Sa të që i rrit dikush ati mbrapa, sa të që a i mendon se është, kur t'i shkoj turma gjithë mahalla, a i nuk guxon në bëhë kështu. Si funksionimi në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu ka qenë si ummet. Qa kanë bo bashkë kanë bo. Andaj bereqeti për 2 vite sundim ishte të i mase i mas. Dhe ndryshimet që arriti që t'i bën Abu Bekri radhiyallahu anhu ishin të pak kapshme logjikisht se do të mund të arrijen të i bën dhe të i zbaton brenda 2 viteve. Por, kur muslimant funksionojnë si një trup, si një ummet, atëra, qatë jo bereqeti, qatë jo suksesi. Andaj na kur funksionojmë si ummet, në gjitha rafshet tona, në mirëmbajtjen e xhamisë, mirëmbajt xhamia ec puna ka e mira dhe ka e mbara, pa u lodh askush, pa u ngushtu askush. Se gjithë bashk ka një pikë mushet pusi. Dhe se cilët të e bo ka një pun nga një detyr, askush nuk lodhët. Se cilët e ban ka një pun të vogël. Dhe përsëri puna është gjëse në vendin e vetë. Dhe në gjitha rafshet tona, kur na do të funksionojmë kështu, a na kemi vullnet dhe kemi mundësi, se kemi dëshmu vetën, se na dim për gjysore 1 orë, me mbledh 40.000, 50.000, 100.000 euro, me a hek një halën në telashe, një vllaut ton, apo një bijes ton, apo një evladit ton. Dhe dhënë apo dim, vetëm po duhet ka pak me na lëviza jo ndërgjegja, në momente me na lëviza jo përgjëtsia, dhe për 5 minuta kryem punë dhe askush se merr rasht. Dhe askush nuk ngushtot, dhe askush nuk bëhet fukara se pa para. Dhe kjo ka qenë porosia madhështore gjatë sundimit të Abu Bekrit radhiyallahu anhu, se sahabët kanë funksionu si ummet. Nuk dihet dikush prej sahabëve që ka këthi fjalën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Edhe kur s'ju ka pëlqi urdhni i tij, e kanë zbatu urdhnin e tij. E kanë zbatu urdhnin e tij.
Sa që Ebu Bekri radiallahu anhu, në periudhën kur përmendet u si ndodhi, në periudhën kur Khalidin radiallahu anhu e dërgon në Irak, Khalid ibn Velidi duke pasur terren në Irakit i afrohet shumë Mekës. Dhe vjen koha e haxhit dhe e ban haxhin Khalid ibn Velidi radiallahu anhu. Sa kon gjithkohë sajna për betejë mejdane dhe ja ka dash shpirti dhe zemra, edhe pak edhe ai menet në Qabe, në Arafat, Muzdelife. Ama shkon e ban haxhin pajizën të Ebu Bekrit radiallahu anhu. Dhe kur niset për të kthi prap, Ebu Bekri radiallahu anhu i çon letër dhe i thot jo mos e kthe prap. Ki gabu që ke shku në haç pajiznin tem. Vazhdojsh direkt për Sham shkosh. Dhe zbaton urdhnin e Ebu Bekrit Khalid ibn Velidi radiallahu anhu. Se kanë vendosur se kina me funksionu si një umet, edhe kur s'ka me na pëlqy urdhni i imamit ton të parë, kur ta thot ai e prejmë është e punë, kina me zbatu, masanet dikur mi thonë, pak s'u pëlqej, po e bona unë. E paset ta shpjegoje, se pse ka qenë urdhni kështu, apo është, ose s'ta shpjegon hiç, se s'është rendi me ta shpjegon. Shumë është me rëndësi me marrë këtë porosi, se për 2 vjet Ebu Bekri radiallahu anhu ndërtoi një sistem dhe një shtet mbi cilët themele me vite vazhdoi të funksionon shteti islam dhe ajo dritë, ai nur të mrije deri në Europë, deri në Spanjë atje. E të mrije edhe këtu të na në Ballkan, e të mrije në Afrikë. Çto janë ato themelet e atij shtetit shëndosh që ndërtoi Ebu Bekri radiallahu anhu, që vazhdoi me reflektuar iman deri në ditën e sotme tëna. Dhe na këto mësime të patete dhe kena mi marrë, vëllezër dash. Edhe familja brenda, kur është familje e cila ka muhabet mes vete, që funksionon me një domaçin, me një përgjegjës shtëpisë, pa më parasysh kush është, a është më i vogël apo më i madh. Të na dihet, ndonjëherë më i vogël është kryesori, ndonjëherë më i madh kryesori, ndonjëherë është i mesmi, ku i shkon më shumë përdore atij alom. Se s'kina fanatizëm në si popull në këtë drejtim. Ku i shkon më shumë përdore atij alom do ma qenë më. Po shumë është me rëndësi me ndëgjuat. Edhe atë me respektu. Por edhe çka do që ndodh? Çka do që të ndodh? Kur ai ta mbledh familjen e ta ul atë që ka bu përpara, ai mos me guximin apo të me bëhat ka. Dhe derisa familjet tonë kështu kanë funksionu, u ka marrë veç kush ha dhe kush pi. Edhe gabimi si cilët është gjetë. Kur familjet u banën 5 veta me 7 koleta, e 5 veta me 10 komandonta me një shtëpi, u banën njëri banda bes komanda. Salamadi. Edhe smirët veç më kush ha, kush pi. As bereqet, 5 roga një shtëpi, 15 kredita i kanë qëto 5 veta që janë në shtëpi, kurse na, deri para 20 viteve, me një rogë kanë donë 15 veta në selamet. Mendoni se me numra kanë donë selamet? Jo, hiq më zvërenjë askush, me bereqet kimi donë në selamet. Qaj bereqeti që asot një rogë, që u ka ditë kush kodhët, kush hanë, kush pin, e që ka pas shtëpia një domaçin, e që ka pas rënd çdo sent, e ka sjell bereqetin që me një rogë me donë selamet një familje. Ajo që shto unë e gabim jam, sam të ditë me kallëzu. Shumica prej neve që tona, kina donë selamet me një rogë. Me një rogë punë dërgjavës. Kështu i kina thona shkupi. Me një rogë. Një ka punu, 10 kanë hongër. Kanë dalë selamet. Kur kush s'ka vdek për buk? A keni një dikush për buk që ka vdek? S'ka. Pse ka funksionu? A i zinxhiri ummetlëkit ka funksionu edhe nivel familjar. Se është nivel familjar, nivel shoqëror, nivel të fisit, nivel të xhamisë, kështu është kur të funksionojë kjo. A keni pa para 2 ditëve që reagova unë për atë letrën, çka thash në fund? A pet këshide e vendos, jo unë. Se ato janë për atë punë, jo unë. Unë jam me kallëzu halal, haram, mirë, keq çka është me fe, se veç këshillin për këtë punë. Ato veç kanë drejt me ngu. A ju pëlqen, as ju pëlqen, hiç s'u bot vonë. Sa ajo është vazife ime dhe obligimi jam.
Ajo që është e atyve, e që shtu funksionon xhamia në rregull. Po është edhe vazife e hafëzit, që ndë njeri thamë shtoj dhe ka një faqe që thot, ja, rendi është, që kështu mu kënu mu kabelja, ho që ti se di këtë rëndë, unë e di ma mirë. Ta ma ga hafës, usas, ho që shtu ka hafës e fendi. Sa ta ma bedhe një faqe? Se gjemati e nësë kanë meti edhe 7-8 minuta, do të s'ka mundësi, ne të bëjnë dhikër gjemati, kuran që kaqë. Oldi aga, usas. Kjo është kur na ta respektojmë si cëllin në hierarhinë e vetë, në vendin e vetë. Qështu vjen bereqeti. As të pëlqen, hiç s'u pëlqen. Ama, a i kina lonë dikujt me një vend caktum, tu të pengu. Edhe këtu vjen suksesi. Ebu Bekri i la këto themelet e ummet lukot, që na me vazhdu me funksionu si ummet. Ummetin që ndërtoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu i përmendin ulemat, këtu i kanë mbledhur rezumeja, kjo është jetë për çditshmëri, thotë është ummet i moralit. Shifeni moralin e Ebu Bekrit në sjelljen e tij me sahabët. Moralin e sahabëve me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Moralin e gjithë këtyre së bashku kundrejt njerëzve që e lanë fejen. Subhanallah, njerëz që bënë ridet, e lanë fejen, e që erdhën të Ebu Bekri dashën mu pendu, u amundsoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu mu pendu. Dhe përsëri i ktheu dhe i mori në radhat e imanive dhe të besimtarëve. Dhe më asnjëherë nuk i terrorizoi dikush ato me thonën jeni musliman të këqe. Njerë u banët musliman për interes, pase dullet për islamit për interes, qëta shapet pizorit erdhe të banën musliman. Që neve s'na ka je si musliman me thonë këtë lafë. Që dë njerë në dëgjem fatkesish për muslimanve, kur dikush e ka pas një të kalu me të keqe, dikur ka fund i jetës i mtekët dhe i kujtot dhe Allahu ja qelë zemrën mu pendu, nëse lo mu pendu. Thënë, do shtaj, një kam varë, një kam baj varë, ju kam tekë që të vajën gjamaj. Ahlaki i muslimonit se thot këtë lafë. Elhamdulillah që Allahu ja ka qelë zemrën mu pendu. Kush jam une e ti, na mu përzi në pendimin e ti mes ati dhe Rabbul Alamin. Andaj morali, shumë është me rëndësi dhe mos të arrim këtë çështje që ka të bëjë me tërbijen tonë. Ishte një shoqëri serioze, që punët i kapke me seriozitet. Punë që i mirke, nuk i mirke, sa të mund të e bëj, sa së mund të se bëj. Jo, përmendin ulemat, se qatë vazife, si cili sahab që e ka monë. Krye me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, se kalon pa i kry. Andaj Ebu Bekrin radhiyallahu anhu mendze që e ndalë shenë, mos me marë pjesë, me dale, me shku deri në Yemen. Sa do kemi shku me muslimant, edhe deri në Yemen, thonë, jo, halife, ti dush me nejtë Medine, ti dush me udheq edhe muslimant që kanë shku në Sham edhe në Irak, aty këto, vim muslimant prej Egjiptit, prej perandorive të ndryshme, ti dush me nanet neve këtu, se i tha Aliu, radhiyallahu me tup në aty, çka bëjmë masani pa halife? Ajo ti zban, dush me nejtë këto. Pse pa të kuptu këtë çështje seriozisht e Ebu Bekri radhiyallahu. Edhe krejt muslimant ishin serios. Dhe serioziteti jo në punët e tona që i kapim, sjell bereqet, po çka edhe reflekton tek të tjerët një tërbije, ndërtojmë një shoqëri, e cila shoqëri kur e merr një punë e çon deri në fund, se në gjysmë. Do të kemi student që i hin studimeve e kryen deri në fund. Do të kemi xhamat që e merr një vazife të caktuar në xhami, edhe ti mos ja bëj gajle atij. Se çaja punë është e krym, ai kur thotë unë i mbledh hasrat, se ne shemo një hasrat në xhami. Thotë qatë punë mulema. Ka shumë që si musliman burat mirë. A tjetër thotë unë e lullet i kam ti mos ja bëj gajle. Xhamin keme pas xhenet me lule. E ti s'ja bën gajle në luleve. Këtu shumë që si lule, shumë gjëra ka në xhami, po edhe njëjtë edhe në shoqëri që na du të mi marë si barë dhe me udheq dhe me i pri besimtarve dhe me animu në qatë aspekt dhe në qatë pikë që i kemi marë si vazife. Ishte një shoqëri që adhuron të Allahun Azza wa Jall. Dalloheshte edhe me ibadet. Dalloheshte me ibadete, se nuk kishte musliman që si falke 5 vakt namaz. Nuk kishte musliman që nuk agjerante. E nuk kishte musliman që bëjke gjunahe haptazi. Ka pas mundësi me bo gabime, ama gjunahet kështu haptazi publike,
s'ke mujt mi pa shoqërinë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Andaj, alameti më i keq i ummetit islam nuk është kur ato bëjnë gjunahe, se gjunahet hanedan kanë qenë dhe kanë me mbet. Na jemi njerëz, patjetër me bëjnë gjunahe. Më i keq është kur njerëzit me gjunahet do të fillojnë më krenu. Nuk do ju vije marrë pi gjunaheve. Madje dhe kanë më krenu dhe kanë më shtirë se kinë se janë pak të ma të avancum e ma të emancipum këto që i bëjnë që ato gjunaj, madje dhe shkrepin foto, madje dhe i bëjnë publikisht, madje edhe thot kur e di Allah në ta di e kitë dunjoja e kalë midis qarshis cigaren, Zotë në haruj, që me cigaret dhest në shoqërinë tonë, as Maqedon si ki pa në kohët e Ramazanit. Edhe Maqedon që janë Maqedon, janë më të kujdeshëm dhe më të vëmendshëm në shenjë respektin ndaj muslimanëve gjatë Ramazanit. S'ka shansa dikush me hongë dhe me pi apo me dhejë cigare para teje nëse e din se ti e agjerueshëm. Ama dikush i cili do në me tregu diçka dhe më ushtirë se kinë se aji është pak maj menqëm se ketë shqiptar tjerë këto, a shkon edhe e ban një kësi gjesti që fillimisht ajnë kanë nënçmu vetë ka tregu karakterin e ullë të ati. A për neve dhe uj me bure me pi neve sa ne për shtypje. As nuk na shkon menja me pi uj. As nuk na shkon lakmia me hongë diçka. Vete si ka bo kjaq. Ka tregu karakterin e ti shumë të ullët dhe sa shumë i prapambetur. A neve muslimanve mos me ndonë se dikush do na shkojnë liga se dikush pen apo ham para neve. S'na ne për shtypje heq. Se ne kina haje pije plot, për Allah e kina lonë. Nëse s'kina ne, nuk mojmë Ramazan se kina me të pa buke pa uj. Se ta në të mirat i kemi parasyve to, për nuk i hamë për razit Zotit. Për rizat Zotit na, se e dojmë razilukën e Allah nuk i bëjmë atë. Andaj shoqëria e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Gjemati musliman që ka pas në kohën e ti, në sundimin e ti, kanë qenë besimtar, adhurues sinqert të Allahut azza wa jall. Ebu Bekri radhiyallahu anhu prej strategjive tia është edhe që qonë ushtri islame edhe në pjesën e Shamit që ordnon Khalidin radhiyallahu anhu që prej Irakit të drejtohet në drejtim të Shamit edhe të fillon që të i çliron disa vende tjera të cilët më herët nuk ishin të çliruara. Disa beteja që i zhvillon Khalidin ibn Velidin në Irak dhe vende që i çliron. E para beteja Dhatus Salasil. Vetëm me emra kam i përmend se kjo secila ka në vetë shpjegimet e veta, ama na inshallah kena memri në fund që ta përfundojmë librin e ta shpjegojmë vdekjen e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe halifin e ri që ka me caktu apo që do të bëhet për besimtarët që kena me tregu në detaj inshallah. Beteja Dhatus Salasil, që korët dhe me sukses dhe fitojnë besimtarët. Beteja e Medar. Gjitha këto ndodhin në zonën e Irakut. Beteja Medar. Gjitha këto në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, që nën i udhëheq Khalid ibn Velidin nën flamurin islam. Beteja El Walja apo El Walija, që janë disa emra që i përmenden. Beteja Imghishia, një vend i quajtur me emrin Imghishia. Historikisht, geografikisht, sot këto vende gjitha kanë lëviz me emrat e tyre, në emërtimet e tyre, dhe edhe pse ka historian që kanë bëhet hartën e vjetër, por si pasojë e kohës së shkurt nuk e pash të arsyeshme që të zgjerohem edhe për secilin vend të tregoj sot me çfarë emri është, por këto janë vendet që i çliroi Khalid ibn Velidi në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Shifeni gjitha këto bereqete vinë për një kohë shumë të shkurt, 2 vjetë sundim pa të Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Beteja Imghishia, çlirimin e atij vendit në zonën e Irakut. Pastaj çlirimin e Hirës. Hira ka qenë zotën vendi i cili ka qenë më i përfoluri në atë kohë dhe njëra nga vendet më strategjike që i çliron dhe i bashkon shtetit islam Khalid ibn Velidi radhiyallahu anhu. Dhe
Ebu Bekri radhiyallahu anhu ju çon letra Khalid ibn Velidit, veçanërisht edhe gjithë ushtrisë islame në përgjithësi, për me i këshillu dhe me i dhënë udhëzime dhe strategji të reja, të cilët ata i ndjekin në suazat të udhëzimeve që a jep Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Shifeni tash, Ebu Bekri në Medinë, Khalid ibn Velidi me ushtarët në Irak, prej Medinës, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, gjithkohës ju dërgon letra dhe porosi dhe udhëzime ushtrisë islame, të cilët porosi, mesazhe, udhëzime, subhanallah, janë shkak dhe sebeb në kohën e sukseseve nën flamurin e shtetit islam që udhëhiqte Khalid ibn Velidi radhiyallahu anhu. Përmendin dietar disa keramete të Khalid ibn Velidit, si një njeri i veçantë dhe i dallum, por ato kena me përmend ndonjëherë nëse folim për këtë burr të madh. Fathul Anbar, e çlirin edhe vendin e quajtur Anbarin, Ainut Temër, e çlirin edhe vendin Ainut Temër, edhe vendin e njohur Daumetel Gjundul, apo Gjendel, si pas një emërtimi. Waqatul Hasid, beteja e Hasidit, gjitha këto janë me fitore. Waqatul Mesih, edhe beteja e Mesihut. Edhe Waqatul Firat, gjitha këto janë në Irak, beteja që ndodh në vendin e Irakut. Pas kësaj, Ebu Bekri radhiyallahu anhu i çon letër Khalid ibn Velidit që të nisë udhëtimin e tij në drejtim të Shamit, që atje të fillon Khalid ibn Velidi me ballafaqimet e para serioze me ushtrinë romake, se Shami, Damasku, Palestina ishin nën sundimin e perandorisë romake. Dhe ishte koha pas disa betejave të vogla që zhvilloheshin mes ushtrisë islame dhe perandorisë romake, erdhi koha dhe momenti që Ebu Bekri radhiyallahu anhu të dërgon një ushtri dhe një brigadë më serioze nën flamurin e Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu, që të ndodhë një ballafaqim më serioz dhe më që besimtarët e shtetit islam të fillon një pjesë të krahut të perandorisë romake të e kthen nën sundimin e vet. Ebu Bekri radhiyallahu anhu fillon të mendojë rreth kësaj derisa sahabiu i njohur me emrin Sherhabil. Sahabiu Sherhabil vjen dhe viziton Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Kurse Ebu Bekri radhiyallahu anhu gjithkohës mendoheshte a të hin Shamit a mos të hin Shamit. Sherhabili vjen dhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhu ja shpjegon një ëndër që e kishte pa ëndra është e gjatë, që e kishte pa në ëndër Ebu Bekrin radhiyallahu anhu sikur kishte hyrë në Sham. Ja shpjegon këtë ëndër Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe ja vulos niyetin dhe qëllimin që e kishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu që të fillon organizimet e para të tija në çlirimin e Shamit. Edhe pse tërësisht Shami dëshirohet në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, por hapat e para dhe betejat e para do t'i fillon Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Andaj e lexoj fjalën e Allahut azza wa jall, idha jaa nasrullahi wal fath. E tha dita kur do të vije ndihma Allahut azza wa jall dhe çlirimi. Ajetet të cilat do të jenë vendimmarrëse për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu në bisedën e tij që e zhvillon me Sherhabilin radhiyallahu anhu, që ai të fillon të organizimet e para në çlirimin e Shamit. Ebu Bekri radhiyallahu anhu çka ban? Punën e parë çdo herë i mbledh sahabët e mëdhenj, adeni. I mbledh këshilltarët e vet. Dhe fillon me i konsultu se ata çka mendojnë për organizimin e një ushtrie, e cila ushtri do të shkon dhe do të e çliron biladë Shamin. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e thirr Omerin radhiyallahu anhu, e thirr Uthmanin radhiyallahu anhu, e thirr Aliun radhiyallahu anhu. Shireni, Omerin
Othmanin, Aliun. Këto janë 3 halifë që kanë marrë mas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dëshmia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dëshmia e burrave të mirë, se pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, këto janë njerëzit më të mirë, pra Ebu Bekr, Omer, Othman, Ali. Subhanallah, pa ndonjë planifikim të Ebu Bekrit, se kush ka me qenë halif mas ti, ai gjithnjë kur kishte nevojë ndonjë konsultim më serioz të e ban, njeriun e parë që e thirke për konsultim ishte Omeri radhiyallahu anhu. Pastaj thirke Othmanin, pastaj thirke Aliun. Pse ishin njerëzit që me të vërtet imani i tyre u dëshmu me konsenzusin e gjithë besimtarve dhe të gjithë imanlive. Edhe e thiri Talhan radhiyallahu anhu, Zubair ibn Awamin radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Aufin, Sa'd ibn Abi Waqqasin, këto janë koka e mujahidave në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. E thiri Ebu Ubejd ibn al-Jarrah, njerëzit dëshmuan në këtë drejtim dhe në këtë sferë dhe guximi i tyre, edhe pse I kishte këto në Medinë, Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk I pa çuar në pjesën e Irakut për shumë arsye të logjikshme që I përmend historia islame. E tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, tha inna Allah tebaraka wa taala la tuhsa ni'amuhu wala tablughu al-a'mal jaza'uha. Tha Allahu të mirat që na I ka dhënë nuk mundemi me I përtheku dhe s'mundemi Allahut me a kthy të mirat që na I ka dhënë me të mirat që na kena mundësi me I bë për Allahun azza wa jall. Kështu I filloi fjalimin e tij, e që inshallah do të vazhdojmë në ditët në vim nesër inshallah, e Zoti na mundësof që të e përthekojmë jetën e këtij burrit të madh. Zoti ju bekoftë, është për left, walhamdulillahi rabbil alamin.